Do të flasim sot për pensionet, për njohjen e viteve të pensioneve, për ligjin e ri, për ndryshimet që është bërë në këtë fushë, për shumë çka ju mund keni pyetur veten për pensionet, sot është dita për të marrur përgjigje. Avokat Ergyes Ivziku, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, është kënaqësi gjithmonë në studion tuaj. Jam e lumtur që të kam në studio përmbi të gjitha për tematikën që do të trajtojmë sot, sepse është vërtet një tematikë që ka interes të gjore dhe nga sa unë kam vënë re ka shumë pikpyetje lidhur me këtë temë. Fillimisht flasim për njohjen e viteve të pensioneve. Fakti është që në lidhje me fushën e sigurisë shoqërore dhe në lidhje me pensionet, ka pasur disa ndryshime të rëndësishme, të cilet normalisht edhe për qytetarët është shumë e rëndësishme ti kenë si informacion. E vërtet, sepse ajo që ka nevuajmë, sidomos mosha e tretë, është këtë mungesë informacioni. Një mungesë informacioni për situatën që ata kanë, mbase mund përfitojnë, mbase edhe jo, por e mirë është që ta kenë informacionin e plot. Prandaj realisht falenderoj për këtë hapësinë, sepse është më së domosdoshme ky lloj komunikimi në lidhje me këtë fushë. Realisht në vitin që kaloi, ka hyrë në fuqi ligji i ri në lidhje me njohjen e viteve të pensionit. Pavarësisht se janë apo nuk janë të shkruar në librez apo janë apo nuk janë në regjistra, fakti është që në bazë ligjit të ri, të gjithë personat, të cilët bëhet fjalë gjithmonë për kategorinë para viteve 19, për të gjithë personat që kanë nga mosha 18 vjeç dhe deri në vitin 1991 për pjesën e kooperativave bujqësore, do të njihen në mënyrë automatike vite punë. Automatike. Pra pa pasur nevoja për të bërë, ku di unë, gjyqe, çfarë kemi dëgjuar më përpara. Kjo është një lajm i mirë, sepse lajm tepër i mirë për të thënë vërtetën. Nuk ka nevojë për gjyqe, për arsye sepse këto vite do njihen në mënyrë automatike. Për sa i përket pjesës së qytetit, për ato që kanë jetuar në qytet, kanë punuar në ndërmarrje shtetërore, njohja do bëhet deri me 31 tetor 1993, pra është rreth 2 vite më shumë. Deri në 93-shin, po. Kjo normalisht ka sjellë një përfitim shumë të madh për gjithë ato persona që cilët deri tani nuk e kanë përfituar për shkak të mungesës së afateve minimale. Duhet të theksojmë që minimumi për të marrë pension pleqërie sot është 15 vite punë. Po. Dhe në këtë moment, në momentin që ti nuk e plotson këtë kriter, absolutisht nuk mund të merresh pension pleqërie deri në moshën 70 vjeç që mund të merresh pension social. Prandaj, shumë njerëz, mosha e tretë kërësisht, të cilët unë i bëj thirrje, sepse mund të kenë mbetë ndonjë, shpresoj që jo, të cilët nuk kanë përfituar më përpara pension, bëj thirrje që të rishikojnë mundësinë, për arsye se ligji ka dhënë një hapësinë edhe ato mund pajisjen me pension pleqërie. Në fakt, kjo është një hapësirë goxha favorizuese për të gjithë personat e moshës së tretë, të cilët janë në moshë pensioni apo do të bëhen së shpejti në moshë pensioni. Kjo mendoj realizohet përmes aplikimeve apo si funksionon? Atëherë, kjo është procedurë që realizohet nëpërmjet aplikimit për pension pleqërie në Albania. Normalisht duhet ndjek disa kritera, rregulla të cilët janë procedurat e aplikimit, po. Personat caktuar janë kompetent për këtë. E drejtë, një person i thjesht mbase si puna ime nuk i di të gjitha këto, po është vështirë për të realizuar ashtu siç duhet dhe për të marrë pastaj edhe produktin final që është produkti i kënaqshëm. Edhe një lajm po i mirë që duhet ta ndaj është edhe për faktin e pjesës së fshatrave, pra personat të cilët kanë përfituar tokë bujqësore, pra që deri në muajin maj të këtij viti do të ketë një lloj ofertë, do të ketë ofertë për sa i përket blerjes së viteve të punës, sepse sa mirë. Në momentin që ti nuk i ke mjaftueshëm pra 15 vitin e viteve të punës, po edhe kur do me bë pensionin maksimal, pra është e rëndësishme me theksu, në këtë moment ty të lindë drejta për blerjen në mënyrë vullnetare nëpërmjet një marrëveshje që bëhet me sigurinë shoqërore të viteve të punës. Pra kjo vetëm për personat që jetojnë në fshat? Jo, kjo është e drejtë për gjithë. Për të gjithë, po. Në qytet nuk ka pas një ofertë, kurse në fshat aktualisht ekziston një ofertë që blerja viteve të punës është shumë më lirë se sa më përpara, prandaj
personat e cilët kanë të nevojshme diçka të tillë, është e rëndësishme që të veprojnë sa më shpejt në mënyrë që të paguajnë sa më pak. Po sepse deri në maj është në përfitim të tyre, po. Dhe deri në maj është shumë afër, sa shpejt po kalojnë këto ditë. E vërtet, kështu që sa mirë që e përcaktove edhe afatin deri kur mund të përfitohet nga një ofertë e tillë. Prandaj shpresoj që të veprojnë sa më shpejt sepse është pjesa që do përfitoni në zbritjen e çmimit. E vërtet, kjo është shumë interesante. Sa mendon se do të jenë njerëzit që do të përfitojnë nga një lehtësim i tillë, edhe për njohjen e viteve të punës, përpara demokracisë, por edhe për këto lehtësimet e tjera? Fakti është që nuk mund të ketë një shifër të saktë, për arsye sepse kjo është më shumë pjesë institucionale edhe që institucionet mund ta dinë saktësisht numrin. Por nga ajo që unë konstatoj çdo ditë është realisht është një numër i lartë. Pra nga puna e përditshme, tishe që vinë shumë njerëz për të aplikuar, që kanë pas probleme me njërin e viteve të punës. Dhe i kanë zgjidhur me lehtësi. Normalisht edhe pjesa atyre që kanë qenë në gjyq, ligji ka parashikuar që në momentin e ndaljes ligjit edhe gjyqi do marrë formë preme dhe pavarësisht në çfarë faze është dhe do hinë automatikisht vitet e punës, pra do thotë që numri faktikisht ka qenë shumë i lartë për arsye sepse si rezultat i problemeve me institucionet tona, fakti edhe të trazirave që kanë kaluar pas here, fakti i djegjes së dokumentacionit. Pra, sidomos në marrjet në kooperativat bujqësore ka pas shumë probleme, sepse nuk janë gjendur dokumentat dhe shpeshherë njerëzit janë detyruar të njekun rrugën gjyqësore që realisht është shumë e gjatë, shumë e koshtueshme. Edhe pastaj, si thuhet, në momentin që del ti ke humbur atë interesin sepse e kupton që mund të zgjasin 2, 3, 4 vjet dhe ti nuk marr pension, është shumë e vështirë, shumë e rëndë për një person të dalë në pension. E vërtet. Duke e ditë, më fal se po ndërpres, duke e ditë edhe se çfarë kategorie është, se sa me vështirësi kalojnë, se sa me probleme, duke ditë se edhe pagesat faktikisht janë shumë të vogla, por në krahasim me nevojat që ato kanë, prandaj them drejtën, kjo ka qenë një hap i mirë dhe një hap i rëndësishëm. Atë doja të thoja edhe unë, më lexova mendjen, fakti që janë në pension flet qartazi që nuk është një kategori me një mirëqenie ekonomike të madhe. Le pastaj kanë edhe problematika për ta nxjerrë këtë pensione, problematika për ta marrë këtë pension, sa vetëm e rëndon situatën e tyre. Dhe ky është vërtet një lajm shumë i mirë me cilën ti na nisi ditën. Kemi bërë edhe një marrëveshje me Italinë për pensionet. Si po ecim në këtë drejtim? Atëherë, jo, kjo është faktikisht numri i qytetarëve shqiptarë që jetojnë në Itali është goxha i lartë. Nuk kam cifrat sakta sepse normalisht nuk kemi ku t'i disponojmë, po. Por me sa kemi vërejt edhe nga puna përditshme, numri është shumë i lartë. Kjo marrëveshje është shumë me vlerë sidomos sepse kjo është dypalëshe, por sidomos për qytetarët shqiptarë që kanë jetuar dhe punuar në Itali. Në momentin që ato vendosin pra në momentin që vjen mosha për daljen në pension, ato kanë të drejtën të marrin vitet e punës që kanë pas në Shqipëri. Mund ta bëjnë edhe anasjellës, por gjithmonë interesi më i lartë dhe interesi më i lartë është që të kalojnë në Itali. Mund të marrin dokumentacionin e plot, është një procedurë që realizohet, edhe në momentin që merr dokumentacionin përcillen pranë institucioneve italiane dhe normalisht ajo është një konfirmim që merret nga Ministria e Jashtme, në mënyrë që çdo gjë është sipas rregullave dhe në këtë moment bëhet një bashkim të viteve të punës dhe ndihmon që dalja e pensionit në Itali të bëhet më shpejt se sa e ka të parashikuar. Pra, prandaj është një gjë shumë e rëndësishme. Të gjithë qytetarët shqiptarë që jetojnë në Itali kanë këtë akses e këtë drejt. Normalisht vitet varësisht të moshës, sepse moshat më të reja mund të kenë pak ose as pak, por moshat që sepse duke ditë se largimet kanë filluar që në vitin 1991. E vërtet. Normalisht ka pas shumë njerëz që kanë një moshë, kanë pas disa vite pune. Prandaj është e rëndësishme që mos t'i nënvlerësojnë,
por t'i bashkojnë dhe t'i kenë një rezultat sa më të mirë, një pension sa më të mirë. Është një mënyrë për të përfituar, mbase janë pak, por mbase edhe nuk janë edhe aq pak vite pune në Shqipëri, kështu që pse të mos i bëjnë këto konvertimet edhe sigurisht gjithçka realizohet përmes procedurave të caktuara. Normalisht ka procedura, bëhet kërkesa te sigurinë shoqërore, vjen përgjigja me vol, me firmë, sepse duhet bëhet me formë shkresore. Ai dokumentet kalojnë edhe në Ministrinë e Jashtme për marrë volën apostile, sepse do vërtetohet që dokumenti është origjinal, për sa kohë jemi duke e përdorur në një shtet huaj. E drejtë. Edhe në këtë moment bëhet mundësia e dorëzimit dhe normalisht ka dhe komunikim ndërmjet institucioneve shqiptare dhe italiane për çdo rast, sepse do verifikohen ato dokumenta që dërgohen. A është një procedurë që zgjat? Çdo procedurë ka afatet e veta. Sigurisht. Kjo mund të shkojnë dhe një afat 3-4 javor, 5 javor, por nuk është shumë. Nuk është një proces që zgjat me muaj të tërë, sa qytetarët edhe të humbin atë interesin apo edhe të lodhen nga pritja. Pra 3-4 javë është një kohë krejtësisht e mjaftueshme, sidomos secila nga këto hallka kërkon një kohë të vetën, kërkon një afat ligjor të caktuar. Rritja e pensioneve. Si jemi me rritjen e pensioneve? Çfarë parashikohet? Ditë mira, ditë me shi. Ja, të them drejtën, ka pas një ndryshim në fillim vitit. Për nevojat siç e cilësova më parë që kanë pensionistët vlerat janë aspekte konsiderueshme, por e rëndësishme është të keni informacion në lidhje me të dimë çfarë po bëhet. Dy kategori kanë përfituar në lidhje me rritjen e pensioneve. Kategoria e parë janë ato që kanë pas pension me vlerë në 20.000 lekë të reja, 200.000 lekë të vjetra, pra është rrit me vlerën 800 lekë ose 8.000 lekë se po përmendet e dyja. Dhe edhe personat të cilët kanë pas pension të plot, kjo është kategoria tjetër. Edhe vlerat të cilat e tyre është rrit është 18.000 lekë të vjetra, pra do të thotë që këto dy kategori janë përfituese. Duhet me pas parasysh që personat që i përkasin këtyre dy kategorive dhe nuk e kanë vrejt këtë ndryshim në pensionin e tyre, pra në momentin kur marrin pensionin, ato duhet ta bëjnë verifikimet e duhura dhe duhet të bëhet një kërkesë për rishqyrtim, sepse në qoftë se i përket këtyre kategorive, absolutisht do ta duhet ta kishte marrë, po. Pra, a mund të ketë raste? Ka raste, prandaj po e cilësoj. Në momentin që vereni që nuk jeni përfitues i kësaj rritje, ju lutem drejtoni te një zyrë shërbimesh, te një person kompetent, në mënyrë që të bëhet një kërkesë për rishqyrtim. Dhe në këtë moment, normal sigurimisht shoqërore, çdo institucion mund të bëjnë edhe gabime, edhe verifikon dhe bën kanë disa raste të cilët kanë verifikuar dhe kanë bërë kalimin edhe të diferencave që nuk janë dhënë. Pra mund bëhet edhe kompensimi për këtë muaj? Patjetër, sepse ligji ka parashikuar në momentin e hyrjes fuqi, pra nga momenti i hyrjes fuqi, ato e përfitojnë. Është përfitues. Ka gabime, kështu që s'ka asnjë problem, por duhet me pas parasysh që këto dy kategori kanë të drejtën me kërku nëse e marrin, i gëzoshin, i shallë shtohet prapë. E vërtet, është mirë që ti e cilëson që duhet të jemi vigjilente edhe me këto ndryshime të reja, për të parë nëse vërtet e kemi marrë atë që na takon, pra vërtet kemi përfituar nga këto rritje, sa do të vogla qofshin ato, por është një rritje e cila i takon qytetarit. Është drejt atyre. Edhe duhet ta marrë. Sa mirë që theksove që mund të ketë edhe raste të cilat nuk është realizuar ashtu siç duhet, pra nuk është aplikuar kjo rritje, edhe i ke tani pensionistët duke për llogaritjet e tyre e kanë marrë apo nuk e kanë marrë këtë shtesën, çka është vërtet mirë. A do të ketë flitet për një shtesë tjetër? Faktikisht informacioni fillestar ishte për një shtesë mujore që do bëj, por pati disa ndryshime, siç duket nuk doli buxheti. Patëm Zafiru aty këtu. Dhe sipas informacioneve që janë dhënë, do ketë vetëm vitin që vjen. Vetëm vitin e ardhshëm. Nuk do ketë ndryshime, pra kjo është ndryshimi që për këtë vit. Unë falenderoj jashtëzakonisht shumë. Vërtet na ke iluminuar dhe na ke dhënë informacione shumë të vlefshme secilit nga miqve të televizionit të Vinjë Channel dhe emisionit Start, sidomos për situatën e pensioneve. Të falenderoj shumë dhe të uroj një ditë sa më të këndshme. Faleminderit ju, ishte kënaqësi, sepse gjithmonë ardhi në studion tuaj është kënaqësi. Edhe shpresoj që informacioni që unë kam dhënë t'i ketë vlerë sadopak çdo njerit prej atyre që na kanë ndjekur.
edhe uroj që në bazë të informacionit të marrin edhe përfitimet e duhura. Dhe nëse kemi parë që ka problematika aty këtu, e dini se ku duhet të drejtoheni. Të falenderoj shumë, ju falenderoj edhe mi që kemi përcjellë një intervistë të tillë, urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.